Ky është viti 31 që agjeroj. Çfarë moshe keni? Unë kam nis 14 vjeç, 15 vjeç, diçka e tillë. Agjerimi në muajin e Ramazanit, e para edukon nefsin ose edukon egon. E dyta lartëson shpirtin, edhe e treta kuron trupin. Njëri që thotë që dakord të shpjegohen në teorie, në gjëra të tilla. Bi dakord pëlqen, shumë bukur, për ta bërë është vështirë sepse do durim kjo gjë. Dhe kuptimi i durimit është që të shtrëngosh pak dhëmët, pra ta mundosh pak veten në një farë mënyrë, dhe në momentin që ti e bën këtë gjë, pra ti duron pak, në një farë mënyrë njeriu stërvitet ose disiplinohet me këtë gjë dhe i shtohet akoma më shumë kjo ndjenja, pra kultivohet akoma më shumë durimi, ndjenja e durimit tek njeriu.